Bana şans dileyin. Venera, dukesh briljante. Si fotografi nga pasaporte biometrike. Po dokësh që e ki ushtru këtë frazë krejt jetën. Mendova, ti edhe une treba da izgradimo idnina. Može bi vo Skandinavije. Mesto so pomalku soncea, poveke dokumentacija. Atja qëlloj? Je dashuru në shtetësinë tem austriake, që e mora veç pse babi ka vendos me jetu atje, ma ndej kom lindon. Edhe garant kanë refuzu për vizë prap. Slučajnostite se del od sudbinata. Po do me thonë fati është një rastësi. Sakam da kažem deka platite se po visoki. Ah bu benim oğlum. Yine kıza İskandinav rüyasını anlatıyor. Zavallı kız kiminle uğraştığını bilmiyor. Или може би тая знае. И тая е тая що я крои судбината. Öyle mi düşünüyorsun? Јас не мислам. Јас сум само една антена што ги пренесува мислите на... Okey anteno. A e din qka? Po më pëlqen që ma në fund ke vendose mu drejtu direkt. Apo, Sa mendon se do të fitosh atje? 40.000 krona. Përafërsisht 4.000 euro. Jo, i bjen rreth 3.767 euro. Bruto apo neto? Mendoj neto? Verifikoje, ka shumë dallim. Po paga 13? Ja. Provoj atëherë në Austri. Ja, Skandinavia ma e mirë. Sa pushime vjetore dënë të kesh? 2-3? Aha, do me thonë 2 këto dhe 1 ndetë në Shqipëri. Ja, një i Turkia, të lutem. A ka vend për negociat? Ja, s'ka diskusia. Turkia, të lutem. Mirë, do të mendohem. Mirë, Venera. Tash ja të regoj qefin. A e din qka? Hajde e bojmë publike. Hajde regjistrojmë fejesën me një tavolinë suedeze. Ja boj tag edhe ambasadës, do shta na sponsorizon të ryezën. Prit, qka? Hajde shkojmë me live stream në Instagram. Hello! Ju prezantoj burin tim të ardhshëm, feministin e ardhshëm, tatim paguesin e ardhshëm. A i thot se është gati të jetë pjesë e një martese moderne. Pra, të filloj me pyetjet e vështira. Pyetja numër 1. A je gati me i lajenot çdo ditë? Pyetja numër 2. A do e respektosh autonominë trupore? Në fakt, a e din çka është autonomia trupore? Dhe pyetja numër 3. Përkufizo punën emocionale. Edhe herën tjetër blihem trëndafila. Jam alergjike në manipulim. Следниот пат ќе се аплицира за виза по редовна постапка.